Sot në ambientet e Dugagjini Center është inauguruar qendra e zhvillimit Agim Luka, në kuadër të zhvillimit të hapësirave moderne për aktivitete profesionale. Kjo qendër e re multifunksionale është dedikuar për organizimin e konferencave, trajnimeve, seminareve dhe eventeve korporative, duke ofruar kushte bashkohore dhe infrastrukturë të avancuar teknologjike. Me një kapacitet deri në 250 persona, Agim Luka synon të krijojë një ambient të përshtatshëm për shkëmbim idesh, zhvillim profesional dhe bashkëpunim ndërmjet bizneseve dhe institucioneve. Edona Luka Vokshi, drejtoresh ekzekutive në shtëpinë botuese Dugagjini, theksoi se kjo qendër do të shërbejë si një platformë rëndësishme për aktivitete të ndryshme në rajon, duke ngritur standardet e organizimit të eventeve. Agim Luka e kuptoi herët se dia nuk pret kohë të mira, por ndërtohet pikërisht kur mungon më së shumti. Në rrethana të vështira për arsimin dhe kulturën në Kosovë, Agji Agim themeloi shtëpinë botuese Dugagjini, duke e kthyer librin në një akt rezistence, identiteti dhe vizioni e cila sot mbetet trashëgimia jonë më e çmuar, një përgjithësi që e mbajmë me shumë përkushtim. Nga kjo trashëgimi është frymëzuar dhe ka marrë jetë edhe kjo qendër e zhvillimit. Të nderuar kolegë, bashkëpunëtor dhe miq, sot shënojmë hapjen e qendrës së zhvillimit Agim Luka. Në vitin 1961, në Pej, lindi Agim Luka, një emër i lidhur ngushtë me librin, dijen dhe arsimin në Kosovë. Në kohë të vështira, ai luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e jetës letrare, arsimore dhe kulturore. Përmes shtypshkronjës Dugagjini, ai vuri në dispozicion librin dhe dijen, duke mbështetur institucionet e Kosovës edhe gjatë sistemit paralel. Më pas, ai themeloi edhe shtëpinë botuese, duke vazhduar të kontribuojë në përhapjen e dijes dhe në zhvillimin intelektual të shoqërisë. E konceptuar si një hapësirë multifunksionale, kjo qendër do të shërbejë për trajnime, konferenca, evente dhe projekte profesionale, duke u bërë një pikë takimi për ide, bashkëpunim dhe avancim për individ, organizata dhe biznise të ndryshme. Shtëpia botuese Dugagjini vazhdon rrugëtimin e saj në gjurmë që la Agji Agim, duke u zhvilluar në përputhje me kërkesat e kohës dhe duke ruajtur të njëjtin standard dhe vizion. Botimet tona të shumta, të cilat po i shihni edhe në raftet tona, janë shumë të larmishme në zhanre kolana, nga tekstet shkollore, të letërsia për fëmijë dhe të rritur, si dhe botimet shkencore. Ato do të mbeten në thelb të angazhimit ton, me një qëllim të qartë, zhvillimin intelektual dhe përparimin e shoqërisë sonë. Le të shërbej kjo qendër si dëshmi se edhe në rrethana të vështira, me vizion dhe përkushtim, mund të ndërtohen vepra që i rezistojnë kohës. Në kohë sfidash dhe ndryshimesh të shpejta, investimi në hapësira të tilla është investim në kapacitetin njerëzor dhe në ndërtimin e së ardhmes. Për mua, kjo qendër është një vazhdim i një rruge që ka nisur më herët dhe një përgjithësi për ta quar atë përpara. Ju faleminderit të gjithëve. Ndërkohë, profesori Bardhyl Musai vlerësoi rolin që kjo qendër do të luajë në fushën e arsimit dhe trajnimeve profesionale. Kjo qendër në radhë të parë mban emrin e themeluesit të shtëpisë botuese Dugagjini dhe si qendër është multifunksionale. Nuk do të jetë thjesht për botimet, por do të ketë funksion të shumëfisht intelektual, do të jetë edhe për aktivitete trajnuese, për seminare, konferenca, evente biznesore e kështu me radhë. Në këtë mënyrë është një investim që bëhet për shoqërinë e Kosovës, për investim në dije, i cili i jep dhe identitet të kompanisë Dugagjini në tërësi për këto aktivitete, e cila sipas meje është e këtij lloji të veçantë në Kosovë.
Nga ana tjetër, Jeta Zymberi bëri të ditur se aktivitetet nisin menjëherë duke paralajmëruar se që nesër në këtë hapësirë do të mbahet një promovim libri. Sonte ishte hapja zyrtare e qendrës së zhvillimit Agim Luka. Kjo qendër ishte jashtëzakonisht e nevojshme dhe po besoj që është një prej qendra më të mira që do t'i kemi në kryeqytet. Padyshim që do të na shërbejë neve si shtëpi botuese, sepse nesër faktikisht menjëherë do të kemi edhe promovimin e serisë së librave të autorit Herman Hesse, një promovim që unë mezi po e pres që do t'jetë realisht eventi i parë që do të bëhet në këtë sallë, është një event në të cilin i ftojmë të gjithë ata të cilët janë të interesuar me qenë pjesë e një diskutimi, po besoj shumë të frytshëm për librat e Herman Hesses. Po ashtu kjo sallë do të shërbejë edhe për institucionet e tjera, do të na shërbejë edhe neve për konferenca të ndryshme, për trajnime me mësimdhënës, për shumë evente të tjera. Kështu që ne jemi shumë të lumtur që na është shtu kjo sallë dhe mezi po presim që të vazhdojmë dhe të zhvillojmë aktivitetet të ndryshme këtu. Në përmbyllje të kësaj ngjarjeje, për të gjithë të ftuarit u organizua edhe një koktej rasti në një atmosferë të ngrohtë dhe elegante, ku të pranishmit patën mundësi të bashkëbisedojnë dhe të krijojnë ura të reja bashkëpunimi. Agim Luka vjen si një hapësirë moderne që ndërthur profesionalizmin me komoditetin, duke u pozicionuar si një pikë referimi për evente cilësore, zhvillim dhe ide që marrin jetë.